Haj keca, ju kisha munguar të e provat e unë? Besoj se po. E po, ja ku jam dhe sot do bëjmë bashkë make-upin që unë bëj pothuajse çdo ditë dimri. Icy make-up. Unë gjithmonë make-upin e nis me vetullat. Nuk më ecën bar nëse nuk bëj vetullat të parat. I krehim pak, i konturojmë. Do vazhdojmë me syt. Do marrim një ton shumë të lehtë, ndoshta këtë këtu, për të bërë gjithë bazën e syrit. Pas e krijova bazën e syrit, do marr një concealer që është pak më i hapur dhe do ta vendos vetëm te kjo pjesa e kapakut të syrit. Dhe tani fillon magjia. Pse ky quhet një icy make-up? Dhe do marr tonin më të zbardhur që kam në palet. Nëse keni një të bardhë, akoma më të bardhë se kjo, shumë mirë. Madje edhe unë kam tani do ta marr, çfarë mendoj. Nuk e di pse, po mua më pëlqen shumë që xixat ose ca tone që dua të rri shumë kompakte te syrit i hap me gisht. Është një truk shumë i mirë. Po ja tregoj dhe ju. Prisni, besoni procesit. Shtoj një eyeliner që syri dhe dali sa më i keq tjetër. Marrim tonin më të errët që kemi të paletës, ngjyrën e zezë. Dhe ideja është që duhet të shohim drejt. Në momentin që shohim drejt, bëjmë një vizë nga mesi i çepallës së syrit. Afro me dhe pak. Nga mesi i çepallës së syrit. Duke vazhduar në këtë lloj drejtimi. Paktoj dhe vazhdojmë pak nga pak ta mbushim me ngjyrë. Marrim pak concealer. Snatched. Besojni gjithmonë procesit. Nëse doni një video ku t'ju mësoj si të ngjisni qerpikët. Kaltoni poshtë. Unë gjithmonë nis me concealer dhe i lë pak të thahet dhe pastaj e hap me sponge. Hapim dhe shumë pak fondatin, mos më pëlqen të vendos shumë. Dhe hapim të gjithën me sponge. Dhe jo shumë butë, po në këtë lloj forma. Me si nuk kemi mbaruar akoma, se harrua që t'ju them. Kjo nuk ka shumë po mbaron, po. Të pikën e fundit. Jetë sa më shumë pink. I bëjmë blend të dyja bashkë. Shumë blush pink. Unë edhe blushi nuk do jetonim dot kur të ndarë. Unë nuk mund të bëj dot kur një make-up pa pasur blush. Shumë blush. Siç ju thash, që me syt nuk isha mbaruar, një gjë tjetër shumë e rëndësishme për këtë lloj make-upi, Puki! Është lapsi i bardhë poshtë syve. Bëjmë edhe pak fare që pikët poshtë. Pak buzë. Buzët shumë të lehta me një laps për ta konturuar pak kaf. Pak gloss. Tani do mbyll sytë dhe do imagjinoj sikur me këtë make-upin jam në mes të borës, me gocat. Duke luajtur me borë, duke ndërtuar një babagjysh. Si thuhet ai? Një babagjysh. Plak të bore. Duke ndërtuar një plak të bore. Edhe tani po mësojmë ski, po aty është shumë ftohtë. Edhe kemi veshur shumë kapuça dhe shumë shaj të mëdhenj se është shumë ftohtë. Se nuk e di se sa mund ta ngre këtë mace. Sot. Shumë i madh.
Puki, nuk bësh dot një kapele ti, nuk bësh dot një kapele me gjithë të leshe ke. Të mi paqim tani goqave dhe qunave të gocit. Nuk po i thëmë shumë. Pafshim, ju puthi dua shumë dhe qa do lloj make-upi që doni që të krijojmë, na shkruani poshtë në komente, edhe Puki ju puth fort. Mua!